Sot do gatojmë iftarin bashk. Unë di isha pak me grip dhe nuk e mbajta dot. Vazhdoj të jem dhe sot po jam pak më mirë. Dhe nuk e di pse ne pësimi i gripit më thoshte që doja të ha mëlçi. I kam marinuar, do i gatuaj, por nuk do gatoj vetëm këtë, do gatoj edhe shumë gjëra tjera. Përveç mëlçive, unë do skuq dhe pak fileto pullish, ta bëj tortilla. Po mendoj edhe të gatoj një ëmbëlsirë. Po nuk e di se çfarë. Këtu kam pak miell misri që e kam bërë me erza. E bëj pulën me këtë. Vërtet super mirë. Po mendoj çfarë t'i hedh tjetër. Në qoftë se ka një gjë që kur nuk mungon në shtëpinë time, përveç pukit normal, janë turshit. Unë vdes për turshi. Nëse më pres ta ha. Kemi një tortilla me pull edhe me turshi. Pse? Të shumë qenë. Më qip po bëhen dhe po mendoja qa ëmbëlsirë po më hajt mua. E gjeta, do bëj sufle. Sa të shkoj çokoladata dhe gjalpi në banjë marine, do rrafim 2 vezë dhe pastaj do i shtojmë 20 gram miell. Këtë rrafim vetëm me një pirum. Tu kemi çokoladën dhe gjalpin tonë të shkrirë dhe do t'i shtojmë dhe 80 gram sheqer. Pasi kemi trazuar mirë, do i bashkojmë të dyja masat bashkë. Kam lyer gjithë format me gjalp dhe do hedhim gjithë masën që përzihem deri në gjysmën të formës. 180 gradë për 15 ose 20 minuta. Ora është 5:25, edhe pak fare, diku te 10 minuta, të çelet, dhe tani do bëj pak bukën me vaj dhe merigon.